Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot, do të keni mundësin të ndiqni. Inteligjenca artificiale po ndikon gjithnjë më shumë në mënyrën se si qytetarët informojnë për shëndetin. Mjekët nënvizojnë rëndësinë e përdorimit të burimeve të sigurta dhe verifikimit të informacionit online, duke theksuar se teknologjia nuk mund të zvendësojë profesionistin e shëndetit. Në qarkun e Gjirokastrës, punësimet dhe aktivitetet e reja po ndihmojnë qytetarët të dalin gradualisht nga skema e ndihmës ekonomike. Vetëm gjatë muajit tetor, përmes kësaj skeme janë përfshirë 648 familje, por përfitimi i vërtet është që shumë prej tyre tashmë po sigurojnë të ardhurat të qëndrueshme dhe pavarësi financiare. Interesi i lartë i turistëve për gatimet tradicionale gjirokastrite ka çuar në ngritjen e klasave të gatimit, në të cilat janë përfshirë vete në drejtimin e mjeshtrave të kuzhinës. Këtë herë ishin 11 tur operator nga Anglia që provuan këtë eksperiencë ndryshe. Libova vazhdon të tërheq turistë të vendas dhe të huaj edhe në stinën e Vjeshtës. Prenotimet në bujtinat e zonës mbeten të larta, ndërsa fshatrat rural si Nepra Vishta, Labova e Kryqit dhe Zagoria janë ndër më të preferuarit për shkak të natyrës, historisë dhe mikpritjes së banorëve. Ju njohim tani më gjërësisht. Inteligjenca artificiale po ndikon gjithnjë më shumë në mënyrën se si qytetarët të informohen për shëndetin. Mjekët nënvizojnë rëndësinë e përdorimit të burimeve të sigurta, verifikimit të informacionit online, duke theksuar se teknologjia nuk mund të zvendësojë profesionistin e shëndetit. Ata apelojnë që qytetarët të konsultohen gjithmonë me mjekun për çdo vendim që lidhet me kujdesin shëndetësor. Përdorimi i inteligjencës artificiale në fushën e shëndetësisë po rritet me ritme të shpejta, duke ndikuar edhe në mënyrën se si qytetarët kërkojnë dhe marrin informacion për kujdesin ndaj vetes. Nga platformat që ofrojnë këshilla shëndetësore te aplikacionet që analizojnë simptomat, inteligjenca artificiale po bëhet gjithnjë e më e pranishme në jetën e përditshme. Megjithatë, mjekët apelojnë për kujdes në mënyrën se si përdoren këto teknologji. Sipas tyre, burimet e pasigurta online mund të çojnë në keq informim dhe vendimarrje të gabuar për trajtime apo diagnoza. Kohët e fundit ka një rritje të përdorimit të inteligjencës artificiale për qëllime mjekësore. Megjithatë, do duhet kemi parasysh që përdorimi i saj nga ana e pacientëve për këshilla, për diagnozë apo dhe për zgjidhje problemeve mjekësore duhet shoqëruar edhe me këshillat lidhur me riskjet që ajo ka. Këshilla e parë do të ishte përdorni inteligjencën artificiale, por keni kujdes, mos ngelni vetëm tek ai informacion që morët. Është e nevojshme gjithmonë mbështetja këshilla nga një mjek për këtë. E dyta ka të bëjë me formulimin e pyetjeve. Mënyra se si e formulon një pyetje e orienton inteligjencën artificiale drejt përgjigjeve të caktuara. Treti ka të bëjë me kontekstin, dhe konteksti ka të bëjë me elementë të rëndësishëm si për shembull mosha e personit në fjalë, me prakticitetin e çështës, mbi kostot e tjera. Së fundi është gjithmonë e rëndësishme të kemi parasysh se inteligjenca artificiale ende është një produkt në përsosje sipër. Është gjithmonë e nevojshme të kemi besim tek mjeku, empatia, profesionalizmi, njohurit, përvoja e mjekut, duke se ende janë të pazëvendësueshme nga inteligjenca artificiale, pavarësisht nga artikujt, nga kërkimi shkencor i cili vijon të na informojë në këtë fushë. Inteligjenca artificiale nuk mund të zëvendësoj kur doktorin. Është doktori i cili trajton pacientin, trajton individin në mënyrë specifike. Nuk mund të diagnostikoj një infarkt akut miokardi, që është një urgjencë madhore, dhe mund të keq diagnostikohet si një pneumoni, po e zëm, apo si një dhimbje stomaku, dhe personi vazhdon të rrinë në shtëpi duke pritur që inteligjenca artificiale t'i gjejë sëmundjen dhe të gjejë trajtimin. Prindrit nuk duhet mjaftohen me rekomandime që jep interneti apo ChatGPT-ja, po duhet të trajtohen pediatri. Mos merrni barna dhe terapi, mos merrni trajtime nëpërmjet internetit, po ato duhet të konsultoni patjetër nëpërmjet mjekut familjes dhe mjekut specialist. Kështu që një mesazh që kam për pacientët tanë është që kujdesi i vërtet dhe ai personal fillon te vizita e mjekut. Shëndeti është pasuria më e madhe që kemi, kështu që informohuni patjetër, por mos rrezikoni shëndetin tuaj.
Bluzat e bardha u apelojnë qytetarëve që të mbështeten tek faqet zyrtare të institucioneve shëndetësore, të verifikojnë çdo informacion dhe të mos ndërmarrin trajtime pa u konsultuar me mjekun. Vetëm përmes përdorimit të kujdesshëm dhe të informuar të teknologjisë, inteligjenca artificiale mund të shërbejë si një mjet real për përmirësimin e shëndetit publik. Në qarkun e Gjirokastrës, punësimet dhe aktivitetet e reja po ndihmojnë qytetarët që të dalin gradualisht nga skema e ndihmës ekonomike. Vetëm gjatë muajit tetor përmes kësaj skeme janë përfshirë 648 familje, por përfitimi i vërtetë është që shumë prej tyre tashmë po sigurojnë të ardhurat e qëndrueshme dhe pavarësi financiare. Në muajin tetor, në qarkun e Gjirokastrës, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, kanë aplikuar 656 persona për të trajtuar me ndihmë ekonomike. Pas verifikime dhe vlerësimit të dokumentacionit, 648 individ kanë rezultuar përfitues si familje në ndihmë ekonomike. Për muajin tetor kemi pasur 656 aplikime në rang qarku dhe kemi pasur 648 përfitues, përfshirë këtu edhe kategorit. Dua të them që përfituesit kanë qenë familje në ndihmë ekonomike, kanë qenë përfitues nga fondi 6%, kanë qenë edhe kategoritë të cilat nuk i nështrohen procesit të pikëzimit, për shembull viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, fëmijët me familje kujdestare, fëmijët jetim e të tjerë. Kemi pasur një numër jo shumë të madh penalizimesh dhe kryesisht, siç e kam thënë edhe herë tjetër, janë për sa i përket mënyrës së plotësimit të formularit të aplikimit. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social në Gjirokastër apelon për bashkëpunim me njësitë vendore dhe qytetarët që procesi aplikimeve për ndihmë ekonomike të jetë sa më i rregullt dhe gjithëpërfshirës, në mënyrë që mbështetja të shkojë tek çdo familje që ka realisht nevojë. Do ju sugjeroja qytetarëve që paraqiten pranë zyrave të ndihmës ekonomike në çdo bashki të plotësojnë me kujdes formularin e aplikimit dhe të deklarojnë sa më afër gjendjes së tyre reale. Të mos harrojnë deklarimin e pensionit, të pagave sezonale, deklarimet e automjetit e të tjerë, sepse këto të penalizojnë. Përmes skemës të ndihmës ekonomike, institucioni synon të garantojë mbështetje të vazhdueshme për familjet më në nevojë në këtë qark. Bashkia e Konispolit njihet prej vitesh si toka e mandarinave fal plantacioneve të gjera që mbulojnë gjithë territorin. Sipas nënkryetarit Julian Lako, ky sektor së bashku me kultivimin e shegës është një nga asetet kryesore të ekonomisë lokale. Vetë punësimi i familjeve në prodhimin e mandarinës dhe mundësitë e punësimit në turizëm e bëjnë Konispolin një ndër bashkitë më të pavarura nga ndihma sociale. Plantacionet e gjera që shtrihen në gjithë territorin e bashkisë së Konispolit ka vite që e kanë bërë të njohur atë si toka e mandarinave. Ky lloj biznesi i zhvilluar në shkallë kaq të gjerë, së bashku me kultivimin e shegës, sipas nënkryetarit të kësaj bashkie, Julian Lako, është një nga ato që e dallon Konispolin në mbar vendin. Ne si bashki, në rang republike, jemi të parët për agrume, ku theksoj mandarinën, portokallen, por jo vetëm, gjithashtu ne jemi të njohur tashmë dhe për sasinë e madhe të shegëve, të cilat i eksportojmë dhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Si bashki rurale që ne jemi, absolutisht kemi fokus dhe te blegtoria, por i mëshojmë më shumë dhe krenojmë më shumë me atë që unë përmenda pak më përpara, të cilat janë mandarinat dhe portokallet. Vetëpunësimi masiv dhe familjar në prodhimin e mandarinës, nga njëra anë dhe afërsia me Ksamilin për punësim të grave konispolate në shërbim të turizmit, kanë bërë që bashkia Konispol të dallojë nga njësitë vendore që ka nevojë për asistencë sociale. Bjelja e mandarinës dhe portokalleve apo të gjithë frutave dhe agrumeve shërbejnë si vende shtesë pune për të gjithë banorët e kësaj zone, të cilët duan të punojnë, duan të japin kontributin e tyre për familjet që të sjellin të ardhura. Gjithashtu, ndihmë për bashkinë tonë ndodh për faktin sepse dhe jemi shumë afër dhe me Ksamilin, i cili gjatë sezonit të verës, kryesisht fshatrat që janë afër Ksamilit, por pothuajse deri dhe në fshatrat më të largëta, i
shërben kësaj bashkie për të siguruar vende pune kryesisht për gratë, të cilat shkojnë aty dhe japin kontributin e tyre për pastrimin e hotelirisë dhe turizmit. Çka përmbyll të gjitha atë pse ne si bashki nuk jemi ndër bashkitë që kemi nevojë për asistencë sociale, pasi puna është e siguruar në të bashki. Prandaj, mbështetja e prodhuesve të mandarinave është tani fokusi i punës së bashkiakëve, edhe pse tani në nëntor do të mbahet festa më tipike e zonës, që është ajo e mandarinës. Fokusi i këtyre muajve, duke qenë se lidhet dhe me periudhën e mandarinës, me vjeljen e tyre, ne përpiqemi si bashki që të jemi sa më afër fermerëve, t'i dëgjojmë dhe t'i ndihmojmë me ato mundësi që ne kemi dhe ligji na nje. Gjej rastin që t'ju bëjmë dije dhe t'ju ftoj të gjithëve shikuesit që mund ta ndjekin këtë intervistë, pasi në muajin nëntor ne kemi festën e mandarinës, e cila është një festë e përvitshme, një traditë tashmë për Bashkinë Konispol, dhe do t'ju lutesha të gjithëve të bëheshin pjesë e kësaj feste. Vështirë të gjesh familje në të gjithë fshatrat e Bashkisë së Konispolit që të mos kenë rënjët e veta me këta agrume, aq të kërkuar në vend dhe nga eksporti, me gjithë presionin që bëhet nga grosistët me lloj-lloj mënyrash për uljen e çmimit të tërheqjes. Bashkia Këlcyr po vijon përpjekjet për përmirësimin e shërbimeve publike dhe infrastrukturës. Një nga nismat më të fundit është projekti për mbjelljen e pemëve dhe luleve dekorative, që synon të bëjë qytetin më të gjelbër dhe më tërheqës për banorët. Sipas nënkryetares Albiona Hoxha, kjo iniciativë kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për komunitetin. Bashkia Këlcyr ka vendosur si prioritet të saj kryesor përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, duke synuar rritjen e cilësisë së jetesës për qytetarët. Albiona Hoxha, nënkryetare e kësaj bashkie, thekson se një ndër angazhimet më të rëndësishme të administratës lokale është mirëmbajtja e rrugëve, objekteve dhe hapësirave publike, një punë që vazhdon me intensitet. Sektori pastrim gjelbërimit pranë Bashkisë së Këlcyrës është gjithmonë në monitorim, në vëzhgim jo vetëm brenda qytetit të Këlcyrës, por edhe në zonat rurale dhe sidomos në ato zona për të parë dhe analizuar se çfarë mund të përmirësojmë, qoftë në faktin që mjetet përkatëse dalin për mbledhjen e meturinave, qoftë për pastrimin e shtigjeve ku mund të jetë zënë rruga, qoftë në mbjelljen e pemëve të reja. Ashtu si dhe çfarë tjetër mund të jetë e nevojshëm për të asistuar në shërbimet publike. Njëkohësisht mund të përmend edhe faktin që ne jemi vazhdimisht në procese projektesh për shtimin e numrit të koshave të qytetit, për pastrimin apo dhe për ndriçimin. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, Bashkia Këlcyr po implementon edhe projekte të mbjelljeve të pemëve dhe luleve sezonale në hapësirat publike. Momentalisht jemi në planifikim të shtimit të sipërfaqeve me pemë të reja për shtuar edhe gjelbërimin e zonës edhe qytetit. Ky projekt është një hap tjetër përpara në zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit, duke kontribuar në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe përmbushjen e objektivave të Bashkisë Këlcyr për një mjedis më të pastër dhe më të gjelbër. Interesi i lartë i turistëve për gatime tradicionale gjirokastrite ka çuar edhe në ngritjen e klasave të gatimit, në të cilat ata përfshihen vetë në drejtimin e mjeshtrave të kuzhinës. Këtë të hënë ishin 11 tur operator nga Anglia që provuan këtë eksperiencë ndryshe. Janë një grup tur operatorësh nga Anglia që janë dalur në qytetin e Gurt për të bërë pjesë e klasave të gatimit, të cilat Gjirokastra i ofron për të gjithë ata që kanë dëshirë të provojnë eksperiencën e gatimeve tradicionale, të cilat në përfundim edhe i shijojnë. It's absolutely beautiful. Një qytet shumë i bukur, i mrekullueshëm. Njerëzit kanë një mikpritje që vërtet është befasuese që në shtete të tjera nuk e shikon shpesh këtë gjë. Shqipëria është një destinacion i bukur. Na pëlqejnë më së shumti vendet që japin diçka ndryshe për pjesën e kulturës, traditave, destinacioneve. Për pjesën e gatimeve që patëm mundësinë sot, do doja t'i provoja në shtëpi, sidomos byrekun sepse është një ushqim
i preferuar. Qifqia është pak e vështirë, por do shoh. As well, what ingredients to put into the food. Organization from the UK. Për ne është e rëndësishme kjo vizitë për të parë se si gatuhet. Na pëlqen Shqipëria se është një vend që ka tradita dhe kulturën që kanë njerëzit, me mikpritjen e tyre të veçantë. Po ashtu edhe ushqimet që janë tradicionale, shumë të shëndetshme, organike çdo gjë. Kolegët po e pëlqejnë këtë vend edhe besoj se edhe vitet në vazhdim Shqipëria do të jetë një destinacion që do ketë rritje. Gatimet që bëm sot janë byreku tradicional dhe qifqi, që janë si qofte po me oriz. Byreku është një nga ushqimet tona të preferuara. Këtë javë që po qëndrojmë në Shqipëri. We're making chifqi now. Në këto ora ta udhëhoqën nga Mimoza Duka, e cila përmes komunikimit ja bën argëtuese këtë eksperiencë. Ne kemi filluar qësh në muajt e parë, duke filluar marsi dhe vazhdojmë akoma. Këta janë të interesuar për gatimet tradicionale të Gjirokastrës. Ndërkohë, unë me këta bëra byrekun, këta unë ndihen shumë okej, tani po merren me qifqin, një recetë shumë e vjetër gjirokastrite. Këta shikojnë dhe digajnë e qifqive dhe janë të interesuar, më thonë, si ka mundësi që diçka kaq e vjetër të rezistoj kohrave. Po i them Gjirokastra ka trashëgimi të paparë. Klasat e gatimit ofrohen për vizitorët e Gjirokastrës prej disa vitesh, që prej marsit janë organizuar rreth 30 të tilla, thot Manjula Shehu, administratorja e këtij lokali në qafën e pazarit. Klasat e gatimit kemi që në muajin mars, në fakt kemi filluar kryesisht punojmë me agjensitë dhe me grupe. Kemi të rezervuara dhe bëjmë një kalendar për vitin. Ka qenë viti mirë, ka pas më shumë klasa dhe kemi qenë më të organizuar në fakt për këtë eksperiencë që ofrojmë, duke qenë se kemi dhe vite tashmë dhe kemi konsoliduar këtë klasën e gatimit. Së bashku me shijen e gatimeve tradicionale, vizitorët marrin me vete edhe recetat të cilat sot janë shpërndarë në mbar botën. Libohova vazhdon të tërheq turistë vendas dhe të huaj edhe në stinën e Vjeshtës. Prenotimet në bujtinat e zonës mbeten të larta, ndërsa fshatrat rural si Nepravishta, Labova e Kryqit dhe Zagoria janë ndër më të preferuarit për shkak të natyrës, historisë dhe mikpritjes së banorëve. Edhe pse jemi në muajt e Vjeshtës, bashkia e Libohovës vazhdon të ketë vizitueshmëri të lartë nga turistët. Numri i vizitorëve gjatë kësaj periudhe ka pësuar rritje në krahasim me të njëjtët muaj të viteve të mëparshëm, duke treguar një trend pozitiv që po forcohet vit pas viti. Specialisti i turizmit pranë bashkisë së Libohovës, Arjan Çano, shprehet se interesimi për këtë zonë po vijon edhe pas sezonit të verës. Sipas tij, prenotimet në bujtinat e zonës janë ende aktive, çka tregon se vizitorët po e shijojnë gjithnjë më shumë qetësinë dhe bukurinë që ofron Libohova në stinën e Vjeshtës. Trendi i vizitorëve në territorin e bashkisë Libohovë sigurisht që muajt e Vjeshtës bie, por në krahasim me vitet e kaluara, domethënë me një vit më përpara, është një numër më i lartë se 2024. Nga vëzhgimet që ne kemi bërë në për bujtina dhe hotele që ne kemi në zonë, sigurisht që ka pronotime edhe për muajin, ka pasur domethënë edhe për muajin tetor, ka edhe për muajin nëntor dhe shpresojmë që të ketë edhe gjatë sezonit dimëror. Ndër zonat më të kërkuara prej turistëve të huaj mbeten ato rurale, veçanërisht fshatrat Nepravisht, Labove Kryqit dhe zona e Zagorisë. Peizazhi i pasur natyror, trashëgimia historike dhe mikpritja karakteristike e banorëve i japin këtyre vendeve një veçanti, duke bërë Libohovën një destinacion që tërheq vizitor gjatë gjithë vitit. Në zonat rurale sigurisht që një hovë ka marrë Labova, por edhe Nepravishta tashmë, duke i dhënë pak më shumë indicje me projekte dhe duke qenë edhe tek qimfshatrat, por edhe Zagoria ka një interes shumë të madh për të vizituar, duke qenë një labirinth, duke qenë një zonë, një natyrë e pastër dhe me male dhe me parku natyror që është aty, fusha e Çajupi, domethënë ka një interes për të vizituar zona më të thella. Rritja e vizitueshmërisë edhe gjatë muajve të Vjeshtës tregon se Libohova po kthehet në një destinacion të qëndrueshëm turistik, që nuk kufizohet vetëm me sezonin veror. Përmes promovimit të zonave rurale, përmirësimit të infrastrukturës dhe mbështetjes së bujtinave lokale, bashkia synon të zgjerojë më tej ofertën turistike dhe të sjellë zhvillim ekonomik në komunitetin e saj.
Policia e shtetit njoftoi se gjatë muajit tetor janë finalizuar 110 operacione policore, 24 prej tyre në bashkëpunim me partnerët. 572 persona janë arrestuar për vepra të ndryshme penale. Veçanërisht, Policia e Tiranës dhe partnerët ndërkombëtar goditën një grup kriminal që trafikonte femra nga Amerika Latine dhe Azia Qendrore për prostitucion. Po ashtu goditën edhe 5 raste të tjera të shfrytëzimit të femrave për prostitucion në Tiranë dhe Durrës. Gjatë tetorit janë asgjësuar mbi 10.000 bim narkotike dhe janë sekuestruar rreth 201 kg kanabis, 2 kg kokain dhe 10 doza të tjera lëndë narkotike. Gjithashtu janë sekuestruar 57 armë zjarri, 4 silenciator, municion dhe eksploziv, si dhe janë zbuluar dhe goditur raste të kontrabandës dhe evazionit fiskal me mallra të sekuestruar me vlerë rreth 56 milion euro. Policia rrugore arrestoi 204 drejtues mjetesh, kryesisht për drejtim në gjendje të dehur ose pa leje dhe vendosi mbi 14.000 masa administrative për shpejtësi mbi normat e lejuara. Gjithashtu, gjatë tetorit, policia ndihmoi 15 turistë dhe vizitorë të huaj në det, zonat malore dhe turistike që ishin në rrezik ose kishin humbur orientimin. Në pikat e kalimit kufitaru evidentuan dhe goditën 51 raste kalimit të paligjshëm, 14 raste me dokumente false dhe 6 raste trafikimi lëndësh narkotike. Në fshatin Andon në Poçi, Aleksandra Thoma vazhdon artin e nxjerrjes së rakis me kazanin e vjetër, duke ruajtur shijen autentike dhe kulturën shekullore të zonës. Përtej fitimeve, pasioni i saj është që tradita të jetojë dhe në brezat e ardhshëm. Aleksandra Thoma nga fshati Andon Poçi, njësisë administrative Odrie në bashkinë e Gjirokastrës, ka mësuar artin e nxjerrjes së rakis që prej një moshe të re. Ky zanat i trashëguar nga familja e saj është kthyer në pasion dhe Aleksandra vazhdon ta ruajë me fanatizëm edhe sot. Ka 3 ditë që Aleksandra ka nisur prodhimin e rakis dhe planifikon ta përfundojë këtë sezon brenda 10 ditëve. Ajo tregon se çdo hap i procesit është i rëndësishëm për të ruajtur cilësinë dhe shijen autentike të produktit. Nga e keni mësuar këtë traditë? Të mëson puna, nevoja. Nga të parat edhe neve kemi vazhduar. E nxjerrim rakis. E keni mësuar nga familjarët tuaj? Po, nga familjarët. Sa vjeç e keni qenë atëherë? Kam filluar shpejt. Shumë shpejt kam filluar. Sot është dita e parë që nxirrni rakin apo? Kam 3-4 ditë që kam filluar. Edhe dua edhe një 10 ditë. Procesi i nxjerrjes së rakis kërkon kujdes të madh. Kazani i saj është i vjetër dhe punon me dru, duke i dhënë rakis një aromë të veçantë dhe tradicionale. Aleksandra ndjek të gjitha fazat me përpikmëri, nga fermentimi e deri tek distilimi në kazanin e vjetër. Rakia fillon që ku mbjelljen e rushit. E shtypim, e hedhim në fuqi, e lëm që bëhet mushti, mbaron zjerjen, dhe pastaj vëm kazanin e nxjerrim. Ju vazhdoni ruani atë mënyrën e vjetër të nxjerrjes së rakis? Po, tjetër mënyrë nuk dim, kështu dim neve, kështu e nxjerrim. Me dru? Me dru. Po kazani sa i vjetër është? I vjetër, unë kam 30 vjetë që e kam, se sa më përpara ka qenë, nuk e di. Shumë i vjetër është ky kazan. Tani ka ndalë kazane të rinj. Këta e të vjetrit janë e nxjerrin rakin më të mirë, janë më të mirë? Po, ne na pëlqen më mirë ky i vjetri. Edhe thonë që është më i mirë. Dhe bakëri është bakëri pastër edhe i fortë. Ajo shpreh qetësimin se të rinjtë e zonës nuk kanë shumë interes për këtë zanat tradicional. Për Aleksandrën është e rëndësishme që tradita të vazhdojë dhe të mos humbas me kalimin e kohës. Të rinjtë, sa interes kanë mendoni për të nxjerrë pjesë? Nuk duan, jo. Nuk e duan të rinjtë. Lodhje e madhe thonë edhe me shamatana fëmijët. Lëreni thonë. Që doni gjithë këto lodhje? Mendoni se duhet ta vazhdojnë dhe ata këtë traditë të hershme të vendit tonë? E vështirë është, po. Ne na pëlqen, po për ta është shumë e vështirë. Çfarë këshille do ju jepnit ju, meqense ju po e vazhdoni ende në këtë moshë që jeni sot? Mirë është sa për vetët e tyre të mos e lënë traditën. Të dinë të nxjerrin edhe të nxjerrin për arsyet e tyre familjare. Le të më nxjerrin se unë nxjerr më shumë. Se me këtë jam marrë që kur erdhi demokracia. Edhe nxjerr për fitim.
Kurse ata le të nxjerrin për vete të tyre të rinj. E keni mësuar tek ndonjë nga fëmijët tuaj? Po din ta nxjerrin kështu, po s'u intereson se lodhen. Aleksandra tregton rakinë e saj mes banorëve të fshatit dhe zonave përreth. Për të ky zanat nuk është vetëm një mënyrë për të ruajtur traditën, por edhe një burim i vogël të ardhurash që ndihmon në jetesën e përditshme. Ka shumë varietete. Shazhovez, tokaj, kemi neve, sheshi bardh, sheshi zi. Ndikon kjo në llojin e rakisë? Ndikojnë. Shazhovezin nxjerr më shumë, tokaj akoma më shumë. Sheshi bardh më pak. E kujt është më e mirë rakia? E gjitha njësoj është. Varet si e nxjerr në gradacion. Ju e nxirrni më thatë edhe për konsum, por edhe për tregti. Edhe për tregti. Sa kërkesa ka? Kërkesa me të zori se i duan me lek pak. Edhe pak e shesim në fakt, mundim nuk e marrim. E shisni këtu në Gjirokastër apo edhe jashtë Gjirokastrës? Edhe jashtë Gjirokastrës, unë për shembull kam një lokal në Sarandë, atë furnizoj. Prandaj e mba njëri, thot, është cilësore dhe se ndronë me raki tjetër. Po raki ka shumë. Sa do vazhdoni ta nxirrni? Sa të kem fuqi. Përtej përfitimeve ekonomike më rëndësishme për të është ruajtja e një tradite shekullore. Ajo shpreson që edhe brezat e ardhshëm të tregojnë interes për këtë zanat dhe të vazhdojnë artin e nxjerrjes së rakisë, duke mbajtur gjallë kulturën e zonës. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.